Në kuadër të turit punët e Shqipërisë, kryeministri Edi Rama i gjatë kësaj të hënë në Vlorë zhvilloi inspektime si dhe takime të tjera përveç Lungomare 4 në plazhin e Vjetër. Gjatë qëndrimit në tij në Vlorë, Rama është ndalur në një takim me operatorët turistik të zhvilluar në një nga lokalet të Buz Bregdetit. Takimi i zhvilluar pa praninë e mediave, sipas informacioneve, u zhvillua rreth diskutimeve për mbarvajtjen e sezonit, por edhe zgjidhjen e problematikave që kanë ngritur operatorët turistik. Me njerë më pas, kryeministri Edi Rama zhvilloi edhe një tjetër takim, atë me Asamblenë e Partisë Socialiste të Qarkut të Vlorës, ku të pranishëm ishin drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Qarkun e Vlorës, drejtuesit e Qarkut të Vlorës, si dhe drejtuesit e pushtetit vendor në Qark. Takimi me Asamblenë Socialiste zgjati për më shumë se 90 minuta dhe vjen në kuadër të takimeve që kryeministri shqiptar po zhvillon me strukturat e Partisë Socialiste në të gjithë vendin, si pjesë e ristrukturimit të kësaj force politike dhe zgjedhjeve të reja brenda partisë. Takimet në qytetin bregdetar të Vlorës, kryeministri Edi Rama i mbylli me një inspektim në bulevardin e palmave dhe agrumeve, një tjetër projekt madhor ky shumë i rëndësishëm, ku është kërkuar që të jetë gati për sezonin turistik të këtij viti. Rama mbërriti në qytetet bregdetare jugore të Shqipërisë qysh prej të shtunës, ku qëndroi fillimisht në Dërmi, për të vijuar më pas të hënën me inspektime dhe takime në qytetin bregdetar të Vlorës me një agent të ngjeshur.